të botës i kam unë këta. Okej, jemi së bashku edhe sonte për të diskutuar rreth asaj që fermerët tanë kanë servirur për publikun gjatë fundjavës. Mjaftuan vetëm 2 ditë që ata të na jepnin material për ta gdhirë së bashku edhe sonte, si në çdo takim tjetër tashmë. Këto takimet tona, takime që unë mezi pres, sepse nëpërmjet takimeve ne krijojmë marrëdhënie dhe marrëdhëniet janë si një kopësht me lule. Ato kërkojnë përkujdesje dhe dashuri për të rritur. Sot që ngam shumë romantike, se nga më buron vallë, nuk di, por me qenë se fola për lule dhe jam maj shumë modesta sa vetën dhe të gjitha vajzat i krahasoj me një lule, me lejoni t'ju them diçka për veten. Mua njerë po të më provosh, gjithë jetën do të më kërkosh. E kam fjallën. Unë jam dakord. E kam fjallën si moderatore. Po. Se nuk mundaj shumë sa të kalojmë në temë tjetër. U kuptuam besoj. Po, kostumi ytë sot i papar. Ju të dy son që keni zjarë, më prapë ju të më broma njëherë. Më broma Shaku, më broma Kasë. Më broma Luana, më broma Shqipëri. Doja thoja diçka që doja them pastaj, se po ndalem të kju të dy që nuk ju rri rahat e bukura goj që keni dhe mendje. Tani, ju të dy si e keni, po t'ju provosh? Do na harrosh. Zhaku flet për vete. Po thuaj Kasro? Zhaku flet për vete. Me që edhe në të përgjithshme mua më kanë lënë, kështu që edhe unë... Unë jam kapitull i mbyllur. Nuk po e zjasim më tek këtë temë. Nisim edhe e vazhdojmë në të premtën, them. Unë doja të ndalem tek luanatorit e mi, kanarë sonte po më ndjekin nga aty. Unë ju dua vdes për ju, marroj. Okej. Zemra malë, sonte kështu na shkov deri në fund të kësaj mbrëmje, por